Turqia ka njoftuar se ka arrestuar arrestimin e 17 personave të kërkuar gjatë një operacioni të koduar me 11 vende përfshirë dhe Kosovën. Ministri i Brendshëm turk Ali Yerkaya bëri të ditur lajmin përmes një postimi në rrjetet sociale, duke theksuar se arrestimet u kryen në bashkëpunim me Interpolin dhe Europolin. Njëri nga të arrestuarit MPU i kërkuar me njoftim të kuq për abuzim seksual me fëmijët dhe rëmbim u kap në Kosovë. Operacioni ndërkombëtar përpas Kosovës përfshiu edhe Gjermaninë me 6 të arrestuar, Irakun me 2, Azerbajxhanin, Bosnjën Hercegovinën, Bielorusinë, Gjeorgjinë, Italinë, Kirgistanin, Maqedoninë e Veriut dhe Greqinë. Yerlak theksoi se ky operacion tregoi për kushtimin e Turqisë për të luftuar krimin e organizuar dhe kontrabandën e emigrantëve në nivelin ndërkombëtar. Ka përfunduar vizita zyrtare e komandantit të forcës së sigurisë së Kosovës